Dje në ora 13:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, tre punonjes të qendrës për punë sociale Tetov kanë denoncuar se dyshojnë për vepër penale të kryer falsifikimi dokumentit. Sipas denoncimit, më datë 21 janar 2026 në qendër ka arritur një njoftim nga Drejtoria për udhëheqjen e librave AM, se më datë 8 dhjetor 2025 në Spitalin Klinik të Tetovës, një 27 vjeçare ka lindur një fëmijë femër, ndërsa gjatë procedurës për regjistrimin e fëmijës së posalindur në evidencat e drejtorisë, nëna figuronte si e vdekur më 21 tetor 2006. Pas ndërmarrjes së masave dhe dërgimit të ftesave, më 12 shkurt 2026, 27 vjeçaria është paraqitur në qendrën për punë sociale me fëmijën e posalindur, së bashku me një person mashkull, por nuk kanë dorëzuar asnjë dokument identifikimi. Dje në ora 22:20 në stacionin policor të Zherovjanit, një person ka denoncuar se nëna e tij 53 vjeçare nga fshati Radiovce Tetovës është larguar nga shtëpia, po ndërmerren masa për gjetjen e personit. Dje në ora 17:10 nga qendra urgjente në Gosivar është denoncuar se me lëndime për t'ju ofruar ndihmë mjekësore tek ata është sjell një 25 vjeçar nga fshati Gradec i Gosivarit. Sipas denoncimit, ai ka marrë lëndime gjatë kryerjes së detyrave të punës në një firmë në Gosivar, është kryer ekspertizë në vendngjarje dhe po punohet në zbardhjen e rastit. Gjatë ditës së djeshme, në zonën e sektorit për punë të brendshme është realizuar kontrolli automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 10 shofer, 6 në Tetov dhe 4 në Gosivar për parkim të parregullt, ndërsa 19 automjete, 14 në Tetov dhe 5 në Gosivar janë marrë me automjet special me rimang. Janë sankcionuar edhe 48 lloje të tjerë të kundërvajtjeve rrugore, 32 në Tetov dhe 16 në Gosivar.